Maqedonia e Veriut nuk ka shënuar përparim as këtë vit në luftën kundër korrupsionit. Sipas raportit më të ri të Transparency International, Maqedoni vendi edhe këtë vit ka 40 pikë në indeksin për perceptimin e korrupsionit, që do të thotë se nuk ka shënuar përparim thelbësor në krahasim me vitin e kaluar. Nga Transparency International thanë se formalisht jemi të pozicionuar 4 vende më lart këtë vit, megjithatë kjo është për shkak se vendet e tjera kanë pasur rezultate më të dobta. Problemet kryesore sistemike vazhdojnë të mbeten reformat e pasuksesshme dhe të papërfunduara në gjyqësor dhe prokurori, të cilat nuk arrin të sigurojnë një sistem drejtësie efikas, të pavarur dhe të përgjegjshëm. Për më tepër, sipas tyre, zhvillimet që lidhen me ish kryetaren e Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit kanë dëmtuar seriozisht besimin e publikut ndaj institucioneve të ngarkuara me luftën kundër korrupsionit. Shqetësues është edhe procesi jo transparent i hartimit të ndryshimeve në kodin penal, si dhe përmbajtja e tyre, e cila jo vetëm që nuk kontribojnë në forcimin e kornizës antikorrupsion, por në segmentet të caktuara e dobësoj atë. Po ashtu, ende nuk janë miratuar ligji i ri për informatorët, si dhe ndryshimet në ligjin për parandalimin e korrupsionit edhe konfliktit të interesit, që janë ndër ligjet më të rëndësishme në luftë kundër korrupsionit. Sipas renditjes, Maqedonia e Veriut gjendet në të njëjtin grup me Bullgarin, Tanzanin, Hungarin, Kubën, Burkina Fason dhe Guajanën. Nga vendet e rajonit, Kosova është e renditur më mirë duke u pozicionuar në vendin e 76, si dhe Malizi, i cili me 46 pikë ndodhet në vendin e 65. Më keq se Maqedonia e Veriut janë renditur Bosnia dhe Hercegovina, e cila mban vendin e 109, si dhe Serbia, e cila me 33 pikë ka rënë në vendin e 116.